do të kisha futur në listën e mbyllur. E unë qesha, në listën e mbyllur në Korçë, unë qesha, e thash, ore, po ku kam shkollë unë për deputetot? Për deputet. Tha, se mos kanë këta, tha, shkollë më shumë, tha, sidomos a ju në Albati, tha, i Bilishtit. Ti më tha, je shumë më lartë se ata. Nese më bëri komplimente gjëra kështu, po nuk e di, jam shastisur të më fliste se kur më kishte shok. Sakt me një ndryshim të vockël. Nuk thash po të ishe ti nga ana e majt, po thash po të isha unë në vend atyre që e kam bërë atë palolistën andej. Dhe unë e besoj këtë vrenos. Besoj se jo vetëm ajo që përmendë ti, që është çyryk fare, po as edhe një, jo në Korçë, po as në listën e mbyllur Tiranës për mua nuk vlen sa ti. Si kundërshtar flas. Jo vetëm se ti je ky që je, një fytyrë dhe një linjë, bardhë e zi, po ke edhe një gjë ti që ata se kanë. Si e çyryk. Dhe sigur ata të kishin aftësinë tënde kritike se të kam parë, kur i kritikon kur u bie për partinë e tyre, s'do ishin sot të zhytur në lumrat e kënetës Renos. Nuk e di, domethënë, kupton. Kam 12 vit që e shaj në për video në për shumë, por kuptova këtë gjë, që desa Trokiti në dritarin e Vrenozit, ata po ndin diçka, kanë frikë. Prandaj në Korçë çfarë të bëj? Për shembull në Vlorë